Në majën e një kodre në periferi të Kuksit, në një shtëpi guri që dukej sikur mbante frymën e malit, jetonte Selmani, burri 84 vjeçar që gjithë fshati e kishte si legjend. Disa e quanin i forti i Tropojës, të tjerë plaku që s'lodhet kurrë, por prej një jave të tërë kishte nisur një emër i ri, që po jepte fshatit entuziazëm dhe çudi. Babai 23, lajmi ishte përhapur brenda natës. Gruaja e tij e re, 37 vjeçarja Mimoza, sapo kishte lindur. Edhe një herë, edhe një fëmijë tjetër, të 23 in fshati gumzhinte. Dikush qeshte, dikush tunte kokën, dikush bënte shenjë nga qielli si të thoshte Zoti i Madh e Disi. Por askush nuk ishte aq i habitur sa vetë Selmani. Jo se nuk e priste, jo se nuk kishte kaluar këtë rrugë, plot 22 herë të tjera, por sepse kjo herë ishte krejt ndryshe. Këtë herë kishte menduar se mos po i afrohej fundi i mundësive, fundi i forcës, fundi i rinisë që ai me kokfortësi pretendonte se akoma flinte brenda tij. Mirë po Zoti, fati dhe jeta i kishin serviru një tjetër befasi. Shtëpia ishte mbushur me njerëz. Gratë ishin ulur si gjithmonë në qoshe, duke bërë sehir dhe duke përtypur fjalë mes njëra tjetrës. Po ky s'ka të ndalur, moj. 23 fëmijë, tha njëra, duke kapur kokën me shami. Hajt more, kush i mban? Mua dy më quam mendjen, ky paska mish qeliku. U përgjigj një tjetër. Selmani hyri në korridorin e ngushtë, i lodhur, me ecjen e atij njeriu që e mban veten drejt, vetëm se krenaria se lë të përkulet. I tunte flokët e thinjur, fërkonte mustaqet me 2 gishta dhe qeshte me një buzëqeshje që nuk dijej nëse ishte nga zëllim apo habi. Në duart e tij rrinte një biberoni sapo bler. O plak, jam bo me drasa në kokë prej teje, tha një mjek, teksa dilte nga dhoma me të porsalin durin në krah. 84 vjeç e më sill fëmijë ma shumë se qerdhja e bashkisë. Fshati qeshte. Ai qeshte. Dhe pastaj u seriozua. Fëmia është bekim. Nuk ka moshe bekimi, tha me një ton të qetë. Dhe askush guxoi t'i kundërvijej. Se nisi gjithçka e kaluar ajo njerëzit e ke e dinin para se Selmani të bëhej legend. Ai kishte qenë thjesht një djalosh i varfër nga malet e Kuksit. Babai i tij kishte vdekur herët, e ai mbante shtëpinë që në moshën 12 vjeç. Në adoleshencë shiste dru, ngarkonte kafsh, punonte në ndërtim në Prizren. Ishte i fortë, por asnjëherë i pa mend. Kishte një lloj mençurie të heshtur që buronte nga puna, vështirësitë dhe fjalët pak. Në moshën 18 vjeç, u martua për herë të parë. Gruaja e parë, Lirie, i lindi 7 fëmijë. Pastaj vdiq nga një sëmundje e rëndë. Selmani mbeti vetëm, me një shtëpi plot fëmijë që ecnin si zogje të vegjël në probor. Në moshën 38 vjeç, u martua sërish. Gruaja e dytë, Hatixheja, i lindi 9 fëmijë të tjerë. Ajo vdiq pas 20 vitesh martesë. Pastaj, për 10 vite, Selmani mbeti vetëm, fëmijët e rritur ja lutnin. Babi, mjaf, ke plot fëmijë, për ditë plakësh, rri qep, mos merr më grua. Por jeta e kishte një tjetër plan. Në një ditë pranvere, në tregun e Kuksit, Selmani pa Mimozë. Një grua e divorcuar, e ndershme, e qeshur, me 2 fëmijë të vetët. Ajo i shiti një tuf lakrash, por ai pata ajo një dritë që nuk e kishte parë prej vitesh. Dhe i tha një fjali që më vonë do të kthehej në legjend. A moj bi, zemra s'ka mosh. Veç trupi plaket. A do me ardhme u bo gruaja ime? Ajo qeshi. Mendoj se po bënte shaka. Ai nuk bënte. Pas 6 muajsh u martuan. E gjithë Kuksi u çudit. Fëmijët e Selmanit protestuan. Por Mimoza qëndroi, sepse ai, pavarësisht moshës, e trajtoi me një mirësi që ajo se kishte provuar kurrë. Dhe pas një viti, lindi fëmia i tyre i parë së bashku. Numri 17 i Selmanit, pastaj 18, pastaj 19, 20, 21, 22 dhe tani 23. Pjesa si jam plag hynre në shtëpi, ndërsa njerëzit dilnin një nga një. Selmani u ul pranë shtratit ku Mimoza po mbante foshnin e vogël. Sytë e saj ishin të lodhur, por të lumtur. Plak, po merr frymën. 23 fëmijë. Ti si je njeri, i tha ajo, mes një qeshje të butë. Selmani ja mbajti dorën. Kur Zoti jep jetë, unë e marr. Sa të kem frym, kam dashuri. Mimoza uli syt, sepse ajo e dinte të vërtetën që askush në fshat nuk e dinte. Selmani kishte frikë nga vdekja, jo për veten, por për boshllëkun, për heshtjen, për shtëpinë që do të zbrazet, që do të humbte zërat e fëmijëve, për atë që ai e quante vdekja e ngadalë të njeriut. Për këtë ai mbante shtëpinë plot jetë, plot zëra, plot lëvizje, dhe fëmijët, fëmijët, ata e donin, sepse Selmani, ndryshe nga shumë prindër të tjerë të brezit të tij, nuk ishte njeri që godiste, që u lërinte, që thoshte unë jam baba, ti hesht, jo. Ai ishte ata lloj burrash të rrallë që zinin vend në mendjen e të gjithëve jo me forcë, por me një autoritet të butë, të lindur natyrshëm.
do t'ua lësh këtë botë të tërë fëmijëve të tu, Selman? E pyeti Mimoza, ai heshti pak, pastaj tha, jo, botën nuk e lë dot, por ua lëm biemrin, emrin, historin, kush jam unë, moj bi, vetëm një njeri që ka dashur shumë. Kaq, pjesa kërë lajmi i shkon në Media 2 ditë më vonë. Një gazetar nga Tirana erdhi në fshat. E kishte dëgjuar lajmin online. E kërkuan shtëpinë me dron, me kamera, me mikrofon. Selmani u ul në karrigen e oborit. Gazetari i tha, si ka mundësi, Xhaxhi Selman, 84 vjeç, 23 fëmijë. Si a del, ai qeshi, një qeshi që doli thellë nga barku. Burnia s'ka orë datë. Veç zemër duhet. Zemër e krah. Unë i kam pas të dyja. Po pse ka shumë fëmijë, se jeta është e shkurt. Edhe unë kam dasht me pas zëra, sa më shumë me ma mbush shpirtin. Mos me më lanë me u plak për së brendshmi. Plakja e shpirtit është vdekja e vërtet. Gazetari mbeti pa fjalë. Po a ke frikë se s'do arish të rritësh të gjithë, Selmani u ngrit në këmbë. Shikoj malet pa shtëpis. Ato male ku kishte punuar gjithë jetën. Unë jam rrit vetë, pa baba. Po, jam lodh. Po, jam mundu. Po, jam gjallë. Fëmia rritet me dashni, jo me luks. Edhe kur s'jam unë, kanë nanën, kanë vllaznit e motrat, kanë njëri tjetrin. Njeriu s'vdes, sa kohë kujtojnë. Pa u zara, fshati u mblodh si zakonisht rreth tij. Dhe një fëmijë, djali 5 vjeçar i Selmanit, ju hodh në prerë papritur. Babi, a vjen me lume top? Selmani ja fshiu flokët, po vi more dritë. Bab s'ka plogështi sa herë thërret fëmia, dhe të gjithë qeshen. Pjesa vë konflikti matpor, jo gjithçka ishte e bukur. Diku larg, në Tiranë, një nga fëmijët e tij të rritur, Arlindi, 44 vjeç, ishte tallur nga shokët e punës. Hëmo plak, u ba babi yt sërish. Që janë këto gjëra? Arlindi u inatos. U ndje i turpëruar. U kthye në kukës me nerva. Hyri me zë të lartë në shtëpinë e tatit. Babi, bollma, po na bën gazi i botës. 23 fëmijë. Ç'është kjo turpëri? Selmani e pa me qetësi. Turp është me mos dasht. Turp është me lan familjen. Turp është me u dorëzu. Këto që kam bo unë s'janë turp. Janë jetë. Po si do i rrisësh? Kush do kujdeset? Kush do paguaj shkolla? A e mendon këtë? Ti s'ke ardhme më pyet. Ke ardhme më gjyku. Arlindi heshti, sepse thellë brenda vetes e dinte që babai i tij kishte të drejtë. Ai nuk kishte ardhur si djali mërzitur, kishte ardhur si njeri i lënduar, sepse dashuria që Selmani i jepte fëmijëve të rinj, ja fusta atij një therrje në zemër, si të ishte harruar. Por Selmani nuk e lana atë lëndim. Ai u ngrit, vuri dorën mbi supin e të birit. Arlind dashnia s'ndahet. Rritet, ti s'ke humb asgjë. Edhe nëse kam pas 23 fëmijë të tjerë, ti je i imi. I pari kur s'harrohet. Arlindi shpërtheu në lot, e përqafoi, fshati heshti, sepse kur burrat e malit qajnë për gjëra të vërteta. Dita e fshati sumbulua abora, për zëran fshatin e vogël Buz Kuksit, ku dimrat i vishnin malet me një bardhësi që duke sikur hiqte vitet nga fytyrat e të moshuarve. Ndodhi diçka e rrallë. Bora atë javë nuk ra, por ran njerëzit, ran fjalët, ran zërat, ran batutat. Tërë fshati fliste vetëm për një njeri. Selman Ukcenaj, 84 vjeç, baba për herë të 23 të rinj qeshnin. Gratë tundnin kokën, burrat e vjetër pinin raki e pshertinin. Të gjithë kishin një mendim, por askush se kishte guximin të ia thoshte troç, përveç njërit, Shpendit, shokut të tij të fëmijërisë. Shpendi ishte 83 vjeç, një vit më i vogël, por për vete ai pretendonte se ishte i ri sa një djalë 60 vjeçar, e këtë e thoshte sa herë i dhimte gjuri, që ndodhte çdo ditë. Ai erdhi në shtëpinë e Selmanit pa trokitur. O plak, dola me ndihmë bagtis, po s'po i dal dot lagjes. Po më zëm me Selmanin, 23, si ja bën, si nuk i plas mushkëria. Le të vi këtu e ti them ty vet. Selmani qeshi duke shtrir dorën. Hajde, ore Shpend, hajde. Se plak jemi i botë të dy. Po ti zguxon me një që je plak. Unë, po ti që po bën fëmijë me ritëm të futbollit. Tha Shpendi me ton tallës. Amo burr, ç'të ka gjetur? E kam seriozisht. Çdo gjë bëhet me mas. Ti s'ke mas, Selmani ngriti supet. A ka mas zemra, Shpend? Kur do me jeton? Jo. Ti po e sfidon Zotin. 23 fëmijë. Po në vitin 2025 kush i mban më këta? Selmani u ul në karrige, vështroi fushën për te dritares. Këta si mban askush, Shpend. Mbajnë veten. Edhe unë i mbaj, sa të kem fuqi. Kur të bjerë kjo fuqi, ata kanë njëri tjetrin. A e dim pse kam kaq shumë fëmijë?
Se ta do trupi, e di unë. I tha shoku i tij duke qeshur, jo, ore kokërbut. Se kam frikë nga heshtja. Nga çfarë? Nga momenti ku s'do ketë kush të thëras, babi. Nga shtëpia që do boshatiset. Nga nata që nuk të zgjon askush. Nga një qiri që digjet vetëm, shpendi heshti. Për herë të parë nuk pati batut, sepse në shpirt e kuptoi. 2. Ndërkohë e dhomën e lindjes, Mimoza. Një nënë kë u shkel agëjeta Mimoza mbante të porsalindurin në gjoks. Drita e mëngjesit hynte nga dritarja e dhomës së vjetër dhe përkëdhelte flokët e saj të derdhura mbi supet e lodhura. Ajo ishte nënë e 2 fëmijëve nga martesa e parë dhe tashmë nënë e 6 fëmijëve me Selmani. Te gjithsej, shpesh njerëzit e pyetnin, si duron, ajo nuk ofendohej. Nuk prekej, thjesht qeshte dhe thoshte, s'jam duke duruar, po jetoj, sot, teksa shikonte foshnin e 23 të Selmanit, një frikë e papritur i rëshiti në zemër. Nëse Selmani smjeton shumë gjatë, ç'do bëj me gjithë këta fëmijë? Frika ishte e natyrshme. Por pastaj ajo kujtoi ditët kur ai ishte sëmurë dhe fëmijët e tij nga gratë e para kishin ardhur, kishin qëndruar, kishin bërë roje, kishin sjell ilaçe, ushqime, para. Kishin ardhur edhe ata që jetonin në Itali, në Francë, në Gjermani. Do më ndihmojnë, mendoi ajo, por frika mbeti. Dhe ajo nuk e tha me zë. 3. Mbledhja e familjes, kër 23 jetë arrijen së valet të det mbrëmje. Shtëpia e Selmanit u kthye në një stacion autobusi. Plot njerëz, zëra, fëmijë që vraponin, të qeshura që përplaseshin në tavan. Fëmijët e rritur kishin ardhur nga Tirana, Shkodra, Durrësi, Kosova. Selmani mblodhi të gjithë në obor. Aty i dobët por i drejt, ai tha, dua me fol, para se me u përça, para se me u zën, para se me u marr me fjalët e botës. Arieta, vajza e tij 50 vjeçare, ngriti dorën. Babi, ne jemi kundër teje. Por njerëzit flasin keq për Mimozën. Thonë se po përfiton, se po të shfrytëzon, se Selmani ngriti dorën lart. Kush flet për gruan time, flet për mua. Kush flet për mua, s'më ka njoh kurr. Pastaj shikoi drejt syrosh të gjithë fëmijët e tij, rresh pas rreshti, afro 15 prej tyre që ishin të rritur. Për ju, unë jam duk me u plak. Po për Zotin, mosha ime sa është gja. Kur të vi dita ime, mos vajtoni për moshën. Vazhdoni jetën. Ndihmoni nënën tuaj të re. Ajo sa është vetëm gruaja ime. Ashtë nane motrave e vëllezërve tuaj. Nëse e lini vetëm, më keni lënë mua, disa sy u lagën. Arlindi, që vetëm i ditë më parë kishte shpërthyer në zemërim, u ngrit dhe tha, babi, unë jam me ty. Edhe me Mimozën. Kemi qenë të mërzitur se kemi pas frikë. Por jo nga ti. Nga jeta, Selmani buzëqeshilet. Jeta s'duhet me na trem. Jeta duhet me na djeg. Që të ndjem se jemi gjallë. 4. Fshati Ndizet, dilema e të moshuarit sfidoi kohën lajmi, u përhap aq shumë sa kryetari i bashkisë e thiri Selmanin. Në zyrë ndodhi një dialog që do të qarkullonte në gjithë rrjetet sociale. Xhaxhi Selman, ke bërë shumë fëmijë. Po a e di se shteti ka përgjegjësi për ta? Shiko, bir, ti drejto bashkinë, unë drejtoj familjen. Mos mi përzi stolit me lugët, por jeni 84 vjeç. E çka lidhje mosha me dashurinë? Po lodheni shumë, lodhe ma shumë kur s'bëj gjë. Kur punoj, jam gjallë. Kur lind fëmia, jam edhe ma gjallë. Mos më nxirr pensionistin prej meje, se s'jam. Unë jam bab, edhe burr, edhe njeri që jeton. Zyrtari s'dinte çfarë t'i thoshte. Në fund i dha dorë me respekt. 5. Sekreti Selmani i këtë treguar asnjërit në mesnat. Kur të gjithë kishin fjetur, Selmani doli në obor. U ul në stol. Mbante frikë në zemër, një frikë të vjetër që e ndiqte prej viteve. Ai kishte bërë një vizitë te kardiologu para 6 muajsh. Mjeku i kishte thënë: "Zemra jote është e fortë për moshën, por mos prit shumë dekada, xhaxhi. Bëj kujdes." Që atëherë ai kishte nisur të mendonte: "Nëse më ka mbetur pak kohë, dua ta mbush me jetë, me zëra, me fëmijë." Dhe jap se s'ndalej, jo nga egoja, jo nga pasioni, por sepse donte të mos ikte i vetëm, dhe nuk donte të linte askënd vetëm, me veçanërisht Mimozën. Ai e dinte. Ajo ishte gruaja e fundit e jetës së tij. Në momentin kur ajo doli në prag, e mbuluar me shallin e natës, e pyeti: "Selman, se s'po fle, po numëroj yjet, për çfarë? Për secilin fëmijë nga një. Me e ditë sa drejt me i rrit. Ke 23 yje atëherë. Jo, 24. Se ti e ylli i parë." Ajo ul pranë tij dhe theu kokën mbi shpatullën e tij. "Je plak, po di me fol si djalë i ri, se djalë isha." "Plak jam. Burr kam qenë gjithmonë." 6. Një ngjarje e trondit familjen. Fillojnë provat e jetës një javë pas lindjes. Ndodhi diçka e papritur. Foshnja u sëmur. Filloi të qante pa pushim, me temperaturë të lartë.
Mimoza u trem. Selmani mori gjupin dhe e mbështolli fëmijën. Ecim urgjentisht. Edhe nëse më bie bora në supe. Ecni në përnat, me serës që u lërinte si u lërima e malit. Shpendi u bashkua me ta. Djemtë e Selmanit mbërritën me makina. Në spital, mjekët punuan pa pushim. Mimoza lutej. Selmani rinte pa lëvizur. Si guri. Si mal por brenda malit, një qarje vogël po hapej. Ai belbëzoi një lutje që se kishte bërë prej vitesh. O Zot, mos ma merr dritën para se me ma marr dritën time. Pas orësh të tëra, mjeku doli. Foshnja është mirë. E keni sjell në kohën e duhur. Mimoza ra në tokë duke qarë. Selmani uli kokën, duke fshirë një lot të vetmuar. Një lot prej burri që jetën e kishte parë në sy shumë herë, por vdekjen s'dëshironte ta vinte pranë të birit të vogël. 7. Vazhdimi i rrugës familja. Pas asaj nate, ndryshoi, fëmijët e rritur u afruan më shumë. Mimoza filloi të ndjehej e mbrojtur. Selmani u bë legjend jo vetëm për fshatin, por për median, rrjetet, gjithë Shqipëri. Por historia sapo kishte nisur. Pas natës së spitalit, një familje u ndryshon fon pas asaj nate dramatike, ku foshnja për pak ju hoq duarve. Shtëpia e Selmanit mori frymë ndryshe. Në oborin e gurt, me zborës që më në fund ra, njerëzit ecën me kujdes, me heshtje, me reflektim të ri. Fëmijët e mëdhenj u bën më të butë, më të afërt me Mimozën. Ishte sikur ajo natë ua kishte thyer egon, krenarin dhe hakën e vjetër që kishin në zemër. Megjithatë, jo të gjithë, 2 prej djemve, Ardiani dhe mentori, nisën të flisnin në fshehtësi. Ata nuk duronin do t'i denë se babai i tyre, 84 vjeç, po sillte në jetë fëmijë të rinj që do merrnin pjesë të trashëgimisë. Në fytyrat e tyre kishte diçka të pazakont, një hije që Selmani filloi ta ndjente, por nuk e artikuloi. E njihte atë ndjenje. Ishte era e konfliktit. 2. Sekretet e frigës. 2 djem planifikonin ndarjen një natë të ftohtë janari. Ardiani dhe mentori u mblodhën në stau. Fryma u dukej në ajër. Qirinjt bënin dritë të verdh mbi fytyrat e tyre të tensionuara. Mentor, nuk shkon kështu. Babai po i humbet mend. S'është normale kjo që po bën. Fëmijë pas fëmije. Po na turpëron në gjithë kuksin. Jo vetëm kaq, tha mentori, po edhe na shpërndan shtëpinë. Kur të vi dita e tokës, e shtëpisë së madhe, e bagëtive, çfarë do ndajmë? 23 pjesë. S'ka logjik. Ardiani uli zërin. Duhet të flasim me të. Ti themi se duhet të ndalet. Se duhet të mendoj për ne. Mentori shtrëngoi dhëmbët. Nuk na dëgjon. Ka rënë në dashuri, si djalë 20 vjeçar. Nuk e di çka me Mimozën. Po ne nuk mund ta lëm kështu. Na pret një jetë e vështirë. Dhe aty lindi diçka e errët. Ideja për të përballur me të. Qoftë edhe me zë të lartë. 3. Mimoza fillon të ndiej, duheti në Mimoza e ndjeu atmosferën e re. Edhe pse askush nuk ja tha në sy, ajo kuptoi se disa prej fëmijëve të mëdhenj se donin më. Nuk ishte xhelozia e zakonshme, ishte frika. Ata kishin frikë se do humbnin kontrollin, pozitën, trashëgimin. Një mbrëmje ajo u përpoq t'ia thoshte Selmanit. Selman më shikoi ndryshe. S'ka më atë buzëqeshjen e ditëve të para. Më duket sikur jam barë. Selmani u kthye nga ajo me fytyrë të butë, por sy të lodhur. Nuk je barë. Ti je shkaku pse jetoj. Po ata nuk më duan, do mësohen. Po sikur të mos mësohen, Selmani e kapi dorën. Atëherë do më kenë mua përballë. Derisa të më ketë jetë trupi. Por edhe ai e dinte. Historia po thikej. Dhe thikat e familjes janë më të dhimbshme se ato prej hekuri. 4. Përballja e parë, zëra është dukim pa qenë një mëngjes. Kur bora binte fort mbi çatin e vjetër, 2 djemt, Ardiani dhe mentori, trokitën në derën e dhomës së Selmanit. Ai sapo kishte veshur jelekun e leshtë dhe po përgatiste çajin e mëngjesit. Hajdeni, çuna. Çka ka? Ardiani filloi. Babi, duam të flasim për një gjë serioze. Serioze si? Pyeti Selmani, por sytë e tij u bën më të mpret, si sytë e një dhelpre që ndjen rrezik. Mentori mori fjalën. Duhet të ndalesh. Mjaft me fëmijë. Mjaft me histori që na nxjerrin në lajme, në rrugë, në rrjete. Selmani uli filxhanin. Për herë të parë, duart i dridheshin. Unë jam baba i juaj. Do flisni me mua me respekt, jo sikur jeni ju baballarët. Ardiani ngriti zërin. Nuk po të sulmojmë, por po të themi të vërtetën. Nuk është normale të sillni fëmijë kur jeni 84 vjeç. Çfarë do t'u lini? Çfarë do u jepni? Dashuri. Emrin tim, fisnin ton. Këtë jap mentori priti që ai të mbaronte. Pastaj i tha: Dashuria nuk hahet, bab. Ne duam që ti të pushosh. Mimoza duhet të pushoj. Mjaf. Ndale këtë çmenduri. Fjalën çmenduri, Selmani e ndjeu si thik në bark. Ai u ngrit. U mbështet në mur. Frymarrja i u rëndua. Djalë, mos fol kështu.
Mos më përdos jetën, Ardiani Sundal. Po Sundale vet, do marrim masa, sepse kjo shtëpi nuk është më normale. Dhe dolën, Mimoza, që kishte dëgjuar gjithçka nga korridori, po dridhej. Ajo e gjeti Selmanin të ulur, me dorën mbi zemër. Atë dhem, pyeti me zë të ngjirur. Jo zemra, ai preku pak qafën. Më dhem fjala. Fjalët e fëmijëve janë sigurët e lumit. Të godasin pa paralajmërim. Ajo e mbështolli me shall. Ke mua. Nuk do jem kur larg teje. Derisa të kem frym, unë jam këtu. Por brenda tij filloi të ngrihej një frikë e re. Mos vall trupit të tij po i vinte fundi. 5. Shpërthimi financiar. Kërë e vërteta dalla e dritjeta në fshat nuk është e lirë. Dhe një familje me 23 fëmijë nuk mbahet me dëshira. Lajmi u përhap se Selmani kishte filluar të shiste disa parcela të tokës. Disa bagëti, 2 lop, një truall, një ditë u hap fjala se po shiste edhe një copë toke pranë lumit. Ky ishte kulmi, djemt shpërthyen. Në shtëpi lindi një debat i ashpër si stuhi, se pranom. Nuk e shet, është trashëgimi. Na takon ne. Bërtiti Ardiani, na takon. A e ndjeve fjalën na? Unë jam gjallë. Unë vendos për tokën time. Ju do merrni qyllë Zoti. Jo që duket se është e juaja. Tha Selmani. Mentori i ra tavolinës me grusht. Babi, po sillesh si Selmani ngriti dorën. Mos e thuaj atë fjalë. Asnjë prej jush s'ka të drejtë të më tregoj mua që jam. Por djem të ndezën. Njëra prej vajzave filloi të qante. Mimoza u largua pa fjalë nga dhoma, me fytyrën e zbardhur. Foshnja nisi të qajë nga ana tjetër e shtëpisë. Ishte çasti ku familja filloi të qajë përfundimisht. 6. Sëmundja e papërpritur, Zoti prek derën e Selmanit nesërmen. Selmani ra në obor. Para syve të Mimozës, ajo bërtiti. Fëmijët janë mbajtën trupin. I ra të fikët për herë të parë në jetën e tij të gjatë. Në spital, mjeku u shpreh me ton të rënd. Ka pasur krizë të theksuar tensioni dhe çrregullim të ritmit të zemrës. Stresi e ka goditur. Duhet qetësi. Duhet paqe. Nuk duhet konflikt. Pastaj shtoi diçka që e bëri Mimozën të shkrehej. Zemra e tij është 84 vjeç. Kaq është mosha. Nuk është çudi që po i jep sinjale. Ai ka kaluar shumë, fëmijët heshtën. Shpërthimi një ditë më parë u kthye në turp. Ardiani u ngrit dhe tha: "Unë jam fajtor." Mentori u li kokën. Edhe unë. Mimoza nuk foli. Ishte shumë e lënduar. Selmani qetësohej në shtrat dhe her pas here hapte syt. "Ku jam?" "Pranë nesh, bab." I thoshte Arlindi, i biri më i matur. "A mos doli bor? Se ma ka marr malli me e pa." 7. Dritat e pajtimit, një fjalim hën dalon e ratkur u përmirësua pak. Në shtëpi u bë një mbledhje e madhe. Të gjithë ishin të ulur, me heshtje që të priste shpërthim. Selmani foli: "Kërkoj vetëm një gjë. Mos më lini këtë botë me zëra të keq. Nuk dua që fëmijët e mi të zihen për tokën, për pasurinë, për jetën time. Kam jetuar si burr. Dua të vdes si burr. Me paqe." Lotët nisën të ridhnin. "Nëse doni me më respektu, respektoni Mimozën. Ajo s'ka ardhur për lek. Ajo ka ardhur për dashuri. Mos e bëni armike. Bëjeni nën. Se ju ka dashur." Pastaj i vështroi të gjithë një nga një. 23 fëmijë kam. 23 arsye me jetu. Mos mi ktheni në 23 dhimbje. Ajo nati bashkoi, të paktën për pak, 8. Shpresa e së të kthehet. Një ditë e mesme, Dimri Selmani mori veten ngadalë. Çdo mëngjes pinte çaj. Shikonte malin dhe përgëzonte veten që ende ishte gjallë. Ishte dobësuar, por syti kishte akoma të fortë, si dikur kur ishte rojtari i malit të Gjalicës. Ai nuk e dinte se sfida e vërtet po afrohej. Një sfidë që do e çante historinë drejt kulmit të madh. 9. Fundi pjesës, drita para stuis Selmani, i pa fëmijët e tij të luanin në obor. Foshnja qeshte në krahët e Mimozës. Për një moment, bota duke e qetë. Shpendi erdhi pranë tij, i uli krahun në shpatull dhe i tha: "Selman, ke qenë gjithmonë i fortë. Po tashmë po e shoh që po e lodhesh." Selmani buzëqeshi. Kur lodhet trupi, e mban zemra. Kur lodhet zemra, e mban shpirti. Kur lodhet shpirti, e mban dashuria. Shpendi tunte kokën. E kur lodhet dashuria? Selmani vështroi foshnjën. Dashuria nuk lodhet kurrë. Njeriu lodhet prej vetes. Në horizont, rreth e zeza filluan të grumbulloheshin. Ndryshimi po vinte. Pjesa e 4 do t'rregoj. Kriza më të madhe të familjes, një vendim ekstrem që Selmani duhet të marrë një sekret e errët nga kaluara e tij që del në dritë rrezikun e vërtet që i kanoset familjes në momentin kulmor, ku e ardhmja e 23 fëmijëve rri në fije të perit. Mbrëmja e fundit në shtëpinë e vjetër të Hajdarit kishte një qetësi që nuk e kishte pasur kurrë. Frynte një erë lehtë nga malet.
dhe dritat e brishta të fshatit pasqyroheshin në xhamat e shtëpisë së tij, ku ai rinte ulur me foshnin e vogël në duar. Ishte fëmia i tij i 23 të. Një mrekulli e vonë, një dhuratë që ai vetë nuk e kishte pritur më, në dhomë hynte dhe dilte Zana, gruaja e re, e lodhur por e qeshur, ndërsa fëmijët e mëdhenj rinin ngjitur me derën e hapur. Si të mos besonin ende se pas gjithë atyre viteve, babai i tyre, tashmë drejt të 90-tave, kishte sjellë në jetë një tjetër shpirt. Si a dole, baba? Pyeti më në fund shpendi, djali i tij i 8, tashmë 48 vjeç. Hajdari qeshi pak, me atë të qeshurën e tij të zakonshme që dukej si gjysmë shaka, gjysmë urtësi, me zemër, bir. Njeriu plaket në trup, por jo në shpirt. Nëse shpirtin e ruan të gjallë, as Zoti s'të heq mundësinë me dashte me u dasht. Pikërisht aty, në qendër të asaj dhome të vogël, u kuptua ajo që shumë njerëz e kishin keq kuptuar për vite me radhë. Hajdari s'kishte kërkuar asnjëherë të ishte baba rekordesh. Ai thjesht kishte kërkuar të jetonte. Disa ditë më vonë, mediat ishin vëshuar drejt Kuksit. Lajmi ishte bërë viral. 84 vjeçari i bëhet baba për herë të 23 të titra të mëdha, foto, intervista, komente pafund. Por ajo që gjetën gazetarët si ishte një sensacion i lodhur. Ishte një njeri që i kishte jetuar viteve përballë dhe i kishte fituar. Gjatë intervistës së tij të fundit, ai tha diçka që do të mbetej në mendjen e shumë njerëzve. Unë jam i moshuar, po fëmijët e mi janë drita ime. Njeriu lind për me lanë dritë, jo për me u fikë si hije. Sa kam frym, kam dashuri. Sa kam dashuri, kam jetë, gazetarët heshtën. Askush nuk pati kundërshtim. Por fundi i vërtet i kësaj historie se erdhi nga media. Erdhi nga vet Hajdari. Një mëngjes, teksa dielli sapo po ngritej mbi malet e Kuksit, ai doli në obor, mbajti foshnin në gjoks dhe tha: "Mbarova punë me botën. Tash dua veç me i lanë atij djalit tim të fundit bekimin e jetës. Mos u tremni nga vitet që ikin. Trembuni nga vitet që i lini bosh." Atë natë, ai shkroi një letër të fundit për gjithë fëmijët e tij. Ishte një letër e thjeshtë, por aq prekse sa që askush nga ta se lexoi pa lot. Në letër shkruante: "Mos harroni, jeta është e fortë për ata që e duan fort. Nëse një ditë dikush ju thotë se jam plakur shumë për të sjellë në jetë një fëmijë tjetër, një mend dua them. Plak është ai që nuk ëndërron më. Unë kam ëndëruar deri në fund." Dhe vërtet, Hajdari vazhdoi të shoqëronte fëmijët për pak kohë të tjera, me buzëqeshjen e tij të qetë me sytë që ndriçonin si drita mali. Nuk i trembej fundit, sepse ai kishte jetuar më shumë se shumë të rinj. Kishte dashur, kishte gabuar, kishte sakrifikuar dhe kishte vazhduar gjithmonë. Kur ai u nda nga jeta, ishte mëngjes herët. Fëmia i tij i 23 të flejte në djepin e vogël, ndërsa jashtë u sheheshin pulat e oborrit. Nuk pati dram, as zhurmë, vetëm qetësi, një qetësi që i ngjante shpirtit të tij. Në varrimin e tij morën pjesë më shumë se 100 nipër mbesa, dje me vajza, dhe një grua që mbante në krah foshnin e lindur para vetëm disa muajsh. Ishte familja e tij, mbretëria e tij, trashëgimia e tij. Mbi varrin e Hajdarit vendosën një pllak të thjeshtë ku shkruhej: "Ai që nuk u dorëzua kurrë." Dhe kështu, historia e pabesueshme e Kuksianit 84 vjeçar që u bë baba për herë të 23 të mori fund, por jo sepse jeta e tij mbaroi, por sepse ai e jetoi atë deri në maksimum. Dashuria e tij mbeti në 23 jetë të vogla, që do të riten, do të qeshin, do të qajnë dhe do të kujtojnë gjithmonë një burr të thjeshtë nga Kuksi, që besoi se zemra nuk ka mosh. Ky është fundi, fundi i një jete të madhe. Fundi i një burri që nuk e la shpirtin të plaket kurrë.